20. 20 këngët më të mira të Krishtera. Çdo fundjavë në Radio Emanuel hitet më të mira të muzikës së Krishterë. Oh Lord, I need. Ndryshoj jetën. Top 20 Christian Songs. Dëgjoj muzikë. Jeto një jetë me frymëzim. Let love explode and bring the dead to life. Top 20 Christian Songs. Rikthehemi sërish në studio miq, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel në programin Muzik Plus. Sikurse unë e prezantova në hyrje të puntatës së ditës së sotme, me mua në studio në këtë moment është zoti Petrika Tollkuçi, kryetari i qarkut Korç. Përshëndetje zoti Tollkuçi, kënaqësi të jemi së bashku në ditën e sotme. Mirë se keni ardhur në Muzik Plus dhe në Radio Emanuel. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Faktikisht për mua sot është herë e parë, por besoj që do jenë herët e tjera në vijim që do të plotësojnë mungesat e mia të mbarshme. Patjetër, jeni mirë pritur ju personalisht, por edhe pjesëtarët të tjerë të stafit për të prezantuar gjithçka që ju realizoni në gjithë qarkun e Korçës. Dhe në fakt në ditën e sotme do të ndalemi më gjatë tek aktivitetet e ndryshme që janë zhvilluar përgjatë këtyre muajve, javëve të fundit, nëse mund ta themi kështu, nga momenti që ju keni marrë mandatin e ri, por dua t'ju pyes se cilat kanë qenë prioritetet tuaja në këtë javë të para të mandatit dhe nga ana tjetër si e shihni rolin e qarkut në bashkëpunim me bashkitë, por edhe me institucionet lokale. Tani pikë pari për mua kryetari i Këshillit të Qarkut është një eksperiencë e re për vërtetës. Vi nga një eksperiencë shumë vjeçare të themi në administratën publike, pra unë kam punuar në administratën tatimore, kam qenë drejtori i taksave të Bashkisë së Korçës për gati 7 vjet. Më pas për 12 vjet kam qenë drejtori i Fondit Rajonar të Sigurimeve Shëndetësore në Korçë. Pra kam një eksperiencë themi 26 vjeçare në drejtim. Dhe prej datës 26 shtator, e cila përkon dhe me ditëlindjen time të 51, jam kryetar i Këshillit të Qarkut Korç. Sigurisht që për mua është një vlerësim që më është bërë absolutisht, një detyrë goxha e rëndësishme për vërtetës, dhe me të filluar punë faktikisht unë e para njërë duhet të them që kam gjetur një staf shumë të motivuar, dhe në lidhje me këtë unë sigurisht që duhet të falenderoj paraardhësin tim, zotin Erion Exhipi, i cili për arsyet e tij personale është larguar nga kjo detyrë, dhe duhet ta ripërsërit që kam gjetur një staf vërtet motivuar dhe në gjendje totale pune. Prioritetet kryesore për këtë kohë relativisht të shkurtër kanë qenë takime me autoritetet lokale, partnerët të ndryshëm, qoftë nga institucionet publike, qoftë nga sektori privat, duke qenë se tani jemi edhe afër miratimit të buxhetit të vitit 2026, kam zhvilluar konsultime publike për të gjeneruar ide për projekte të reja, por prioritetet kryesore mbeten arsimi dhe aftësimi të rinjve, pa diskutim, kujdesi për moshën e tretë, zhvillimi i turizmit rajonar, bujqësia dhe zhvillimi rural. Roli i bashkive dhe institucioneve tjera është shumë i rëndësishëm, pasi një zhvillim i mirë filtër rajonal mund të ketë sukses nëse të gjithë marrin pjesë duke kontribuar secili nga ne duke bërë pjesën e vet. Shumë e rëndësishme kjo. Dua të ndalem pak tek një ndër aktivitetet e para të punës suaj, duke nisur që nga dita e parë e detyrës suaj, nëse mund ta themi kështu zyrtarisht, 1 tetori keni nisur me aktivitetin e ditës ndërkombëtare të moshuarve. Çfarë është organizuar në kuadër të kësaj dite? Çfarë mesazhi keni dashur të përcjellni tek të moshuarit, por edhe për të tyre në komunitet? Sikundër të gjithë e dim, jeta është si rrugët me një sens drejtimi. Pra në qoftë se lind, njeriu e ka destinacionin të plaket, në qoftë se ai lart na shikon siç duhet. Kështu që është prioriteti i Këshillit të Qarkut të Korçës ofrimi i shërbimit për moshën e artë. Ashtu siç e quajmë ne, në 6 qendra komunitare, por dhe shërbim ndihmës në shtëpi. Në bashkëpunim me Fondacionin Mision Emanuel dhe Bashkitë Korç, Maligj dhe Pogradec përveç shërbimit, ne organizojmë dhe aktivitete të ndryshme me rastin e festave. E tillë ishte edhe data 1 tetor, ku vizitova qendrat e Poka e Artë
Në Korçë mesazhi ishte i thjesht, por i vërtet dhe kupti plot, ne jemi këtu për t'ju shërbyer, për t'ju mbështetur dhe për të qenë sa më afër nevojave tuaja. Unë e thash edhe e kam përmendur dhe në fjalët e mia që kam mbajtur në këto takime që babai im është i moshuar sot 83 vjeç dhe ndaj unë e kuptoj shumë mirë se sa e rëndësishme është për ta njerëz prania e njerëzve të tjerë afër. Dhe sidomos për ata njerëz të cilët nuk i kanë themi pranë fëmijët e tyre për arsye nga më të ndryshmet, mund të jenë emigracion, mund mos kenë fëmijë dhe është shumë e vështirë për ta që të, si thua, të menaxhojnë jetën e tyre dhe prandaj ne kemi parimin, moshimi me dinjitet, ndaj çdo aktivitet dhe çdo shërbim bazohet mbi këtë parim. Ju e përmendet edhe pak më parë që nuk keni në fokus vetëm moshën e tretë, patjetër keni në fokus zhvillimin e arsimit, rinjt edhe më të vegjëlit. Prandaj dua të ndalem në këto momente tek një konkurs shumë i veçantë i cili është duke u zhvilluar përgjatë këtyre ditëve. Gjua ime është konkursi që organizon Këshilli i Qarkut Korç në kuadër të muajit alfabetit shqip. Mund të ndani pak më tepër se si nisi kjo nismë, çfarë qëllimi ka dhe nga ana tjetër si ka qenë pjesëmarrja e të rinjve, çfarë ju bëri ju më shumë përshtypje nga punimet e tyre, sepse në mos gaboj, ky aktivitet është duke zhvilluar nga data 3 deri në datën 7 nëntor. Po, është një aktivitet shumë interesant. Faktikisht unë kam gjetur të programuar këtë aktivitet nga stafi i Këshillit të Qarkut, por sikundër e thamë, shumë e rëndësishme është që brezat e rinj të jenë, si thua, të përditësuar me kulturën dhe me traditën dhe me atë që është kryesorja gjuhën shqipe. Pa diskutim, dhe prandaj kjo ishte një indicje që ne krijuam këtë aktivitet si Këshilli i Qarku me nxënësit e klasave të 5-ta të shkollave 9-vjeçare të Qarkut të Korçës. Janë rreth 120 fëmijë që morën pjesë apo që po marrin pjesë në këtë aktivitet. Sepse është duke u zhvilluar. Pra, aktiviteti ka nisur prej ditës së hënë, prej së vërtetës, është hedhur një shortej përkatës dhe çdo ditë janë nga 4 shkolla që konkurrojnë me njëra tjetrën. Në dijenin time deri më sot, ditën e hënë ka qenë fituese shkolla Petronin Luarasi e Kolonjës, dje ka qenë fituese shkolla mësojnëtore. Sot vazhdon përsëri, nuk e di se cila shkolla janë sot dhe nesër do jetë, themi, dita finale përmbyllëse, ku do të shpallet si themi ku fituesit do të garojnë me njëri tjetrin. Po, fituesit e këtyre 3 ditëve themi do garojnë me njëri tjetrin dhe nesër do të jetë finalja dhe të shohim se kush do të jetë fituesi. Sigurisht që fëmijët konkurrojnë në gjuhë, në letërsi, por edhe kanë mundësinë të shfaqin talentin e tyre në recitim, kërcim, por edhe në këndim. Ajo çfarë më ka bërë mua përshtypje është aftësia dhe talenti që i karakterizon këta fëmijë. Mësuesit dhe prindrit janë duke përgatitur një brezë të shkëlqyer, të cilët do të jenë e ardhmja e Korçës dhe jo vetëm por e gjithë Shqipërisë. Ju në fakt jeni duke zhvilluar aktivitete edhe në kuadër të ditëve botërore dhe dhjetori është shumë afër, prandaj Autonom Fest, festivali më i madh folklorik i Qarkut Korç, do të mbahet në nder të 10 dhjetorit, ditës së shpalljes së krajinës autonome të Korçës. Nuk e di, mund të ndani diçka më tepër se çfarë përfaqëson dhe cilat janë risitë e këtij viti, çfarë do të ketë ndryshe nga vitet e kaluara? Dua të theksoj që si vjet mbahet edicioni 2 i Autonom Fest. Edicioni i parë është mbajtur vitin e kaluar dhe themi ka qenë një risi jo vetëm për Korçën, për Qarkun dhe për gjithë Shqipërinë. Fillimisht duhet të them që një nga synimet tona është që ne ta fiksojmë në mendjen e njerëzve duke nisur që nga brezi i ri deri tek gjithë brezat e tjerë datën 10 dhjetor, pra shpalljen e autonomisë të krajinës autonome të Korçës, mbas shpalljes së pavarësisë në 1912-ën. Shpallja e krajinës autonome të Korçës është një eveniment i jashtëzakonshëm ku ne si e para njerë si qark dhe si pjesë e kombit shqiptar jemi mbledhur për të mbrojtur themi pjesën e integritetit territorial të Shqipërisë. Pra, gjithmonë ajo që e ka karakterizuar Qarkun e Korçës
në veçanti dhe Shqipërinë, në veçanti është patriotizmi dhe se si ne ta mbajmë vendin ton apo pjesën territoriale të paprekur. Kështu që në këtë kuadër është menduar që vitin e kaluar është krijuar Autonom Fest, një nga evenimentet më të dashura, themi. Ai nuk është thjesht një festival folklorik, por një manifestim i krenarisë sonë historike, identitetit lokal dhe i trashëgimisë shpirtërore që Korça ka kultivuar ndër breza. Dhe unë dhe thash 10 dhjetori është dita e shpalljes së krajinës autonome të Korçës, që për ne është simbol i lirisë, i përparimit, i ndjenjës europiane që ka karakterizuar gjithmonë qytetin. Rritësitë e këtij viti përfshin pjesëmarrjen e grupeve artistike nga qarqe të tjera të Shqipërisë, për vërtetës me grupe folklorike. Ne do ta zgjerojmë si vjet autonomin me pjesëmarrës nga qarku i Elbasanit, nga qarku i Vlorës dhe njëkohësisht do ta vendosim si traditë pasi në muajin tetor, në fillim të muajit tetor, ne kemi mbajtur dhe festivalin Etnokid për fëmijë në Rovë të Kolonjës dhe do ta bëjmë si traditë që fituesi i Etnokidit do jetë edhe ai përshëndetës në aktivitetin e Autonom Fest, ndërkohë që shpresojmë që të kemi edhe këngëtar të famshëm nga Korça, mund të kemi 1 ose 2 që do jenë përshëndetës në Autonom Fest. Pra do kemi një skenë madhështore, ashtu siç i takon këtij eventi të themi. Dhe me këtë rast gjej rastin të ftoj të gjithëve të qëndroni të informuar lidhur me të rëndësitë të aktiviteteve që zhvillon Këshilli i Qarkut të Korçës këtë ditë, duke nisur që nga ceremonia solemne që do të mbahet tek varri monumental, i themi Sokli Gërmenjit. Duhet ta theksoj këtë varri monumental, pasi atje ku sot është monumenti themi Sokli Gërmenjit, njëkohësisht janë edhe eshtrat e tij. Pra, mbas edhe shumë pak veta mund ta dinë këtë pjesë, por në vitin 1933 janë sjell eshtrat e themi Sokliu dhe ato prehen themi pranë monumentit të vendosur për nder të tij. Dhe pastaj për të vazhduar me paradën e artistëve me kostume popullore, tek ekspozita në nder të 10 dhjetorit dhe më pas me kulmimin e Autonom Fest në teatrin Andon Zako Çajupi. Ju në fakt e cekat shkurtimisht Etnokid, një traditë shumë e veçantë, por Këshilli i Qarkut Korç e ka sjell këtë traditë, folklorin edhe shumë më tepër etnografin për herë të parë në Rehov, në Kolonjë. E përmenda më sipër, është një festival që promovon traditën, folklorin nëpërmjet fëmijëve, por edhe të rinjve, dhe kjo e bën shumë të veçantë të gjithën këtë. Prandaj, si lindi kjo nismë, çfarë emocione ju dha fakti që ishin vetë fëmijët, ishin vetë të rinjt, ata që sollën traditën e zonës? Pikërisht unë sapo e përmenda, Etnokids lindi nga dëshira për të ruajtur dhe përcjell trashëgiminë tonë kulturore tek brezat e rinj. E pam se sa e rëndësishme është që fëmijët të njihen që herët me traditat, veshjet, vallet, këngët dhe zakonet e trevave tona. Ne organizuam këtë aktivitet në Rehov, një fshat me histori të pasur për të krijuar një lidhje të drejtë për drejtë mes brezit të ri dhe ranjeve të veta. Emocioni ishte jashtëzakonshëm, të shohësh fëmijët që këndojnë dhe vallëzojnë me krenari, të veshur me kostume tradicionale, është ndoshta forma më e bukur e ruajtjes së identitetit ton kombëtar. Etnokids do të kthehet në një traditë të përvitshme, sepse ne besojmë se përmes fëmijëve ruhet e ardhmja dhe tradita. Vitin tjetër, festivali do të mbahet në një tjetër fshat turistik të Qarkut të Korçës, pjesë e një fshatrave turistik shqiptar, për t'i dhënë of secilit prej tyre. Ne faktikisht këtë e kemi edhe për autonomin, pra ne do të donim që autonomi të lëvizte, duke qenë se në autonom, ashtu si dhe në Etnokid, paraqiten të gjitha vlerat e qarkut. Ne do donim që këto aktivitetet i bënim një në bashki, një në tjetrën, si thua, për të patur dhe sa më shumë përfshirjen e komuniteteve përkatëse. Madje si vjet ne e kishim menduar që këtë aktivitet të autonomit ta bënim tek kinema e re e Maliqit, e cila është duke u ndërtuar dhe është vërtet një ndërtim për të vlerësuar. Vitin tjetër kemi 110 vjetorin e autonomisë, pse jo të shohim brenda mundësive që do të paraqiten për të realizuar këtë aktivitet.
Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio për të vazhduar bisedën tonë edhe për të prezantuar pse jo edhe më tepër në lidhje me aktivitetet edhe ndoshta planet që u keni për vitin e ardhshëm për 2026, por në këto momente ndjekim një hapësirë muzikore. Kjo bot kërkon për një herosot, por më të madhin njohim ne, I plot fuqish mi mbret mi mbretën, sondimtari kombeve, I cili mori trajt shërptori dhe vdi që ne të gjejmë shpëtim. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lart, ai është kampioni fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lart, ai është kampioni fitimtar. I plot fuqishmi është heroi, nga zgjedhje vdekjes na çliroi. Me Jezusin e s'kemi frikë më, djalli ikën para tij, drita e tij do shtrisë mbi kombe, me shtatrësi e do të vi. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lart, ai është kampioni fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lart, ai është kampioni fitimtar. Ai është kampioni fitimtar. Keni ndjekur një këngë kënduar nga Gloria Nure. Rikthehemi në studio në programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me zotin Petrika Tollkuçi, kryetar I qarkut Korç, dhe në këtë momente dua të ndalem tek një aktivitet shumë I veçantë sikurse është Ankandi I të moshuarve. Është kthyer tashmë, mund të themi, në një traditë të bukur në fundvit në qytetin e Korçës. Çfarë mesazhi dëshironi të përcjellni përmes tim? Nuk e di a ka ky aktivitet ndikim konkret në mbështetjen e të moshuarve? Ankandi të moshuarve është një nismë me zemër që synon të nderojë dhe të mbështesë brezat që kanë kontribuar ndër vite për qytetin dhe jo vetëm dhe shoqërinë tonë. Me këtë aktivitet ne duam që të përcjellim mesazhin e respektit sigurisht ndaj këtyre njerëzve, ndaj këtij brezi, solidaritetit dhe kujdesit për të moshuarit dhe sidomos për kujtesën ndaj këtyre njerëzve. Ky aktivitet ka dhe një ndikim real për së vërtetës. Përmes fondeve që do të grumbullohen nga Ankandi, ne do të mbështesim iniciativa sociale për të moshuarit, për nevojat e qendrave dhe për të grumbulluar para për blerjen e materialeve që do të punohen për vitin tjetër. Është një shembull I bukur se si arti, komuniteti dhe humanizmi mund të bashkohen për një qëllim fisnik, ndaj u bithirje të gjithëve ta mbështesin këtë aktivitet me prezencën e tyre dhe me dëshirën për të blerë sigurisht produkte që do të ketë ky Ankand. Do të zhvillohet në datën 19 dhjetor në qytetin e fëmijëve dhe do të jetë ora 10 e mëngjesit. Kështu që unë Ky është edhe një informacion pa përjashtim, unë besoj që ky ka një impakt social
jo vetëm tek kjo shtresë e cila i ka prodhuar, themi, këto produkte ose i ka bërë këto punime, po edhe tek pjesa tjetër se sa ndërgjegjësohemi ne në lidhje me këtë kategori sociale. Gjithashtu, Këshilli i Qarkut Korç ka një bashkëpunim të ngushtë edhe me Universitetin Fansilianoli, prandaj duhet ndalemi në këto momente tek një projekt shumë i veçantë, projekti për përgatitjen e guidave lokale, i realizuar, sikurse e përmenda, midis Këshillit të Qarkut Korç dhe Universitetit Fansilianoli, i cili do të kontribuojë në rritjen e cilësisë së shërbimeve turistike dhe zhvillimit ekonomik të rajonit. Mund të ndani më tepër çfarë do të ofrojnë këto guida edhe cili do të jetë interesi i banorëve tek secila prej to ose edhe i vetë turistëve. Projekti për përgatitjen e guidave lokale është një ndër iniciativat më të rëndësishme që ne kemi, që synon të lidhë arsimin me zhvillimin ekonomik dhe turizmin e qëndrueshëm të qarkut tonë. Gjithashtu është i vetmi projekt i këtij lloji në qarkun tonë që do të certifikojë 20 udhërfyes turistik lokal. Ai u konceptua si një bashkëpunim strategjik midis Këshillit të Qarkut dhe Universitetit Fanoli, me qëllim që studentët e të rinj të zonës të marrin formim profesional dhe praktik në fushën e turizmit, duke i kthyer këta në ambasador të vlerave tona kulturore, historike dhe natyrore. Kjo nismë do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e cilësisë së shërbimeve turistike, sepse përgatit guida të specializuara që njohin mirë historinë, traditat dhe specifikat e çdo zone, nga qytetet historike dhe deri tek fshatrat me potencial në plani të madh turistik. Nga ana tjetër, krijon mundësi të reja punësimi për të rinjt dhe jep sektorit turizmit një dimension profesional, modern dhe konkurrues. Pasi këta udhërfyes do të marrin licencën përkatëse, themi nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Të gjitha kostot i mbulon Këshilli i Qarkut dhe mendoj se është një mundësi shumë e mirë. Diçka që ka munguar për pikërisht. Qarkun e Korçës. Dhe është një mundësi mjaft e mirë, themi, për pjesëmarrësit, por edhe për ne, sepse po përgatitim, themi, profesionist lokal për herë të parë në lidhje me të pjesë dhe do të mundohemi që absolutisht të shtrim edhe në vitet e tjera këtë projekt, pse jo. Edhe sidomos të rinjt mund të bashkohen për të marrë këtë eksperiencë. Shohim që ka një interes të jashtëzakonshëm në lidhje me të pjesë dhe ky grup, të themi, i krijuar tashmë është një grup solid dhe kanë aktivitete në mos të përditshme të përjavshme. Gjithashtu duhet të ndalem edhe tek një tjetër nismë shumë e veçantë e cila është për herë të parë këtij lloji në Shqipëri. Shumë shpejt do të hapet AI Data Center në Universitetin Fansilianoli. Prandaj mund të ndani më tepër se si lindi kjo nismë, çfarë pritet të sjellë, mbi gjitha për të rinj, por edhe për zhvillimin teknologjik të gjithë zonës. Çfarë rëndësie do të ketë ky investim, sepse për hir të së vërtetës është një investim shumë i madh për qarkun e Korçës dhe për arsimin e lartë në vend. Është vërtet një rizësi, themi, është laboratori i vetëm unik në gjithë Shqipërinë. Është një bashkëpunim ndërmjet, themi, Këshillit të Qarkut dhe Agjencisë Turke të Zhvillimit TIKA, të cilët gjej rastin t'i falenderoj me këtë rast. Ata e kanë dëgjuar zërin e Këshillit të Qarkut dhe jo vetëm, por edhe të universitetit dhe kanë sjell atje një laborator modern, i cili do të jetë një rizësi me një fjalë në lidhje me kërkimin, inovacionin dhe trajnimin, duke hapur dyer për bashkëpunime edhe ndër universitare dhe për startupe teknologjike. Për qarkun tonë është një hap strategjik drejt ekonomisë së dijes, si dhe për arsimin e lartë në Shqipëri, përfaqëson një model të ri partneriteti mes institucioneve publike dhe të themi dhe sektorit të inovacionit. Ky është, të themi, projekti i dytë i realizuar në bashkëpunim me Agjencinë Turke të Zhvillimit TIKA dhe, si kundër e përmenda, është laboratori vetëm i këtij lloji në Shqipëri. Ky laborator do të përdoret për të për të analizuar shumë të dhëna dhe një nga ato projekte që ne kemi, sepse presim që të implementojmë një projekt në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, duke vendosur, të themi, autobusa green, pra të cilët funksionojnë nëpërmjet karikimit me energji elektrike dhe në këta autobusa që të funksionojnë në gjithë qarkun, besoj
këtë projekt mund të realizojmë ndërmjet viteve 2026 dhe 2027, do vendosim sensor në këtë autobus që do qarkullojnë gjithë qarkun për të bërë matje të pjesës ajrit, të lagështirës dhe të komponentëve të tjerë të ajrit, të cilët këto sensor pastaj do të merren dhe do të analizohen nga ky laborator. Kjo është vetëm një anë, themi, e vogël, themi se çfarë ky laborator mund të bëjë. Por gjithsesi ky laborator do ketë mundësinë që të analizojë dhe dhëna të tjera në fushën e bujqësisë në lidhje me mënyrën se si mundet që të themi analizat e tokës dhe në tash. Dhe për ta mbyllur, zoti Tollkuçi, çfarë mund të presin qytetarët nga qarku i Korçës për vitin 2026, i cili është shumë pranë, cilat janë projektet apo dhe aktivitetet që do të jenë në fokusin tuaj? Sigurisht që viti 2026 do të jetë gjithashtu një vit i projekteve konkrete dhe i vazhdimësisë të asaj se çfarë ne kemi nisur. Prioritet ne do të japim infrastrukturës turistike, themi, duke bërë të mundur vendosjen e tabelave informuese dhe orientuese në destinacione natyrore, historike dhe kulturore në gjithë qarkun e Korçës. Gjithashtu do të fokusohemi në projekte që kanë synim digitalizimin e shërbimeve lokale, fuqizimin e arsimit profesional dhe zhvillimin e qendrave rinore. Në aspektin kulturor do të zgjerojmë kalendarin e aktiviteteve që tashmë janë bërë pjesë e identitetit ton, duke krijuar më shumë hapësira për artin, rinin dhe inovacionin, dhe kjo në bashkëpunim edhe me bashkitë e qarkut, sigurisht se cilët janë faktor të rëndësishëm. Synimi ynë është që Korça të mbetet jo vetëm një model i traditës, por njëkohësisht edhe një shembull i zhvillimit të qëndrueshëm dhe bashkëkohor në nivel kombëtar. Prioritet do të kenë dhe projekte që përfshijnë fermerët e qarkut, si dhe zhvillimin e bujqësisë, me shumë shërbime në zgjerim të qendrave komunitare për moshën e tretë. Gjithashtu ajo që dua të theksoj unë kam patur gjatë ditëve të fundit takime dhe me ndërmjet të tjerave dhe me dy arkeolog të nderuar të qytetit dhe të gjithë zonës tonë, me profesorët Skënder Aliu dhe me profesor Petrik Alera, me të cilët jam njohur për të themi pasurinë e jashtëzakonshme arkeologjike që ka qarku i Korçës, dhe unë them që kemi një pasuri të jashtëzakonshme dhe ne do punojmë në këtë drejtim. Mund përmend thjesht vetëm një fakt që rajoni i Korçës është i vetmi rajon që i ka të gjitha fazat e prehistorisë, duke nisur që 8000 vjet përpara erës së re dhe në vazhdim. Është shumë interesante pjesa e arkeologjisë dhe ne do të mundohemi që t'i mësojmë forca e pjesës si një të themi si një identiteti ton kombëtar, por si një atraksion jashtëzakonshëm turistik. Unë ju falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndat në ditën e sotme. Ishte kënaqësi të zhvillonim këtë bisedë së bashku, mbi gjitha për dhënë një informacion të përgjithshëm për gjithë qytetarët, për gjithë ata që na ndjekin, edhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj për gjatë këtij viti, por mbi gjitha edhe në vitet e ardhshme. Shumë faleminderit për ftesën dhe për fjalët e mira. Do mundohemi që ti zbatojmë në çdo ditë punës tonë ato çfarë ne shprehim me fjalë, dhe kryesorja është që të japim shërbime sa më të prekshme për komunitetin. Faleminderit. Të falenderoj. Ne shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, rikthehemi së bashku në minutat në vijim të programit në ditën e sotme.